Presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi se SBA-ja kishte kryer një sulm mbi një zonë ku kërkoheshin anijet e dyshuara të trafikut të drogës në Venezuelë. Ai e përshkroi incidentin si një shpërthim të madh në vendin ku ata ngarkojnë anijet me drogë, por nuk dha detaje të mëtejshme mbi vendodhjen e portit ose identitetin e shënjestruesve. CNN dhe New York Times, duke cituar burimet e njohura në operacionin i raportuar nga sulmi, ishte kryer nga CIA dhe nëse konfirmohet, do të jetë operacioni i parë i njohur i SBA-s brenda Venezuelës, që nga shtatori Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë sulme të ngjashme ndaj anijeve të dyshuara për trafik droge, duke goditur më shumë se 20 anije në paqësor dhe Karaibe dhe duke vrarë të paktën 100 persona. Sulmi më i fundit ndodhi të hënën kur komanda jugore e SBA-s njoftoi se 2 të dyshuar narkoterroristë u vranë në një sulm tekepërurës në paqësori lindor. Trump ka kërcënuar më parë me sulme toksore në Venezuelë dhe ka autorizuar veprime të fshehta të CIA-s, pjesë e një fushate presioni ndaj presidentit Nicolas Maduro. Kur gazetarët e pyetën nëse CIA kishte kryer sulme, ai u përgjigj: "Nuk dua ta them këtë. E di saktësisht se kush ishte, por nuk dua të them se kush ishte." Ai shtoi: "Ne goditëm të gjitha anijet dhe tani goditëm dhe zonën ku ata ngarkoheshin dhe niseshin." Derisa sulmet e mëparshme mbi anijet e dyshuara për trafik droge u pësuan me publikimin e imazheve nga Pentagoni, ky incident nuk ishte shoqëruar ende me fotografi ose pamje të portit të sulmuar. SBA ka vendosur 15.000 trupa dhe një numër të madh auroplan mbajtës dhe anijesh luftarake në Karaibe. Dislokimi më i madh në rajon që nga pushtimi i Panamas në 1989. Qëllimi i deklaruar i këtij veprimi është ndalohet rrjedhja e fentanilit dhe kokainës drejt Shteteve të Bashkuara.